Në LDK nuk është deponuar asnjë nënshkrim deri më tani. Tani të kemi nisma le të themi të njashme, nuk i bëjnë mirë LDK-s proceduralisht. Janë të lirë 1/3 të delegatëve të kuvendit, kur do që dojnë, sa që dojnë të deponojnë nënshkrimet për thirrje të kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s. Përmbajtësisht, për ne dhe për kryesinë e LDK-s, zgjedhjet e rregullta të LDK-s mbahen në afate të rregullta, ato janë vitin e arshëm, pra nuk ka distancë largët kohore dhe për më tepër përmbajtësisht LDK ka dalë prej një kuvendi të 31 janarit dhe një parti serioze nuk matet me sa herë një pakic çfarë do qoftë ajo dëshiron të mbajë kuvendin, po sa i respekton vendimet e veta. Gjithsesi, zotohem dhe këtu para jush edhe para gjithë tjerëve që sa herë që deponohet ndonjë nënshkrim, çfarë do qoftë, ai do ta thras më një herë sipas rregullave statutare dhe kuvendin në fjalë dhe natyrisht vendimet e kuvendit janë demokratike, as jemi të përhershëm, as jemi të qëndrojmë me forcë, janë vullnete të lira demokratike, i lirë ka qenë dhe vullneti të 31 janarit. Natyrisht do të dëshiroja që LDK-ja të merrej sa më pak me çështje që ndajnë LDK-n. Por nuk i dëshiroj ndarjen e LDK-s. Besoj që kur kemi pas një kuvend para disa kohe, tani të kemi nisma le të themi të njashme, nuk i bëjnë mirë LDK-s, po për këtë çështje do t'jap qëndrim momentin e parë që të kemi deponuara, pa i pasur deponuara, s'mund të flas për një gjë tjetër.